Pas ngjarjes në shtëpinë e Big Brother, Jozi u shoqërua në komisariat ku pasi dha dëshminë e tij u procedua në gjendje të lirë. Kujtojmë se veprimi i tij ndaj gjësit i kishte shtuar numrin e ndjekësve në llogari. Ka pasur shumë nga ndjekësit e Big Brother VIP Albania që i kanë dalë në mbrojtje. Që nga e shtuna, padyshim që kryefjala e mediave ka qenë incidenti i ndodhur gjatë spektaklit të Big Brother VIP Albania, ku Josefin Marku qolloi me pëllëm banorin tjetër të shtëpisë Gjejstim. Jozi ka zgjedhur të qëndrojë në heshtje duke mos u bërë i gjallë në rrjetet sociale, por llogaria e tij tashmë figuron si e mbyllur, nuk dihet nëse ai vetë ka bërë këtë veprim apo i është bllokuar për arsye të tjera.